shpërthimi I bombulave të gazit është kërë një fenomen shqetësues, ka patur disa raste të pasnjëshme. Cili është apeli juaj për gjithë qytetarët që përdorin ato? Në njësinë administrative të Bashkisë Patos, kemi pas vetëm kemi pasur vetëm një rast të shpërthimit bombëve të gazit, pikërisht para një jave, kur në një pallat 5 katësh, në katin e tretë të këtij pallati, kemi pas një shpërthim bombëve gazi, por fal ndryrës shpejt bën nga shërbimi zjarfikës, dëmet u minimizuan, duke u djegur vetëm pjesa e balkonit të asaj banese. Në përgjithësi, Bashkia Patos nuk ka pasur raste të tilla, vetëm këtij rasti që folën pak më lart. Gjithsesi, nga qytetarët u kërkoi u bën një thirrje të gjithë qytetarëve që përdorin bombula gazi që gatojnë në shtëpi, janë shumë të vëmendshëm, të jenë shumë të kujdesshëm. Atje ku I marrin bomblat, ti marrin të kolauduara, ti marrin të certifikuara nga personat përgjegjës, pasi këto quhen bombla kampingu dhe nuk përdoren nëpër banesa, se janë shumë të rrezikshme. Përdoren nëpër kampingje një hera për dy herë dhe gjithmonë duhen çuar te eksperti për të bërë kolaudimin e tyre. Pasi mund të shkatërroj pronën, mund të shkaktoj humbjen e jetës e të tjera. Po rasti I sotëm? Rasti I sotëm, ku ndodhemi në zonën e Lalarit, kemi marrë një njoftim para rreth 30 minutash dhe menjëherë është nisur grupi shërbimit, janë nisur 2 automjete nga Bashkia Patos dhe një automjet nga Bashkia Fierit. Është bërë një ndërhyrje shumë e shpejtë dhe ju siç e patë edhe vetë, dëmet janë minimizuar në maksimum, sepse në rast se shërbimi zjarfikës do vonohesh për të ardhmen e ngjarjes, do kishim një katastrofë dhe do ishte bërë do kishte marrë gjithë lagja, do kishte marrë zjarr. Në rastin konkret, dyshimet paraprake nga shërbimi zjarfikës, dyshohet se është mund të them një bombë e vogël gazi që zonjë e shtëpisë ka çuar atje dhe e ka harruar. Gjithsesi, kur të mbarojmë ekspertizën në vendin e ngjarjes, do nxjerrim edhe konkluzionet nga se është shkaktuar zjarri. Unë isha brenda në kuzhinë, gatova. Pika sobën, pika dhe aspiratori, edhe dola jashtë. Mora diçka këtu, kisha diçka nderur në tel, kryra brenda ndjej ertymi. Thashë mos e kam haruar tenxherën në plak edhe e dogja. E heq atë unë jo. Kur në moment mori flak kabulli e aspiratorit. Dhe shpërtheu flaka, mori njëra anë e kuzhinës, dola I thira kunatit, erdhi ky me këta nipit, vuajtën kështu me kova me ujë, sa erdhi zjarfiksja, se dhe ajo erdhi në rekord nuk u vënua. A janë shkaktuar dëme? Po. Dëme. Normale gjithë instalimi brenda ka dalë jashtë funksionit. Pompa e ujit jashtë funksionit. Soba jashtë funksionit. Qa ishte në prizë? Sa veta banori në shtëpi? Ne në këtë shtëpi banojmë 2 vetë, burë e grua. Edhe djali në... Jo, djali ishte në Fier, nuk është. 2 vetë. Është hera e parë që keni një problematikë të tillë? Hera e parë. Këto shtëpi kanë 40 vjet, këtu kjo është hera e parë. Qa shekë?